Udhëzuesi përfundimtar për ushqyerjen e shëndetshme në jetën e përditshme. Në një botë ku stresi, ritmi i shpejtë i jetës dhe ushqimet e përpunuara janë bërë pjesë e përditshmërisë, ushqyerja e shëndetshme nuk është më një luks, është një nevojë etike. Pse është kaq e rëndësishme të ushqehemi shëndetshëm? Ushqimi është karburanti i trupit tonë. Ai ndikon drejt për drejt në energjinë, përqendrimin, shëndetin mendor dhe fizik, sistemin imunitar dhe madje edhe në gjumin tonë. Ushqyerja e mirë redukton rrezikun për sëmundje kronike si diabeti, sëmundjet e zemrës dhe obeziteti. A duhet të ndjekim një dietë? Fjala dietë shpesh lidhet me kufizime ekstreme dhe sakrifica afat shkurtra. E vërteta është që shumica e dietave strikte nuk funksionojnë në planin afat gjatë. Zgjidhja është të krijojmë një marrëdhënie të qëndrueshme me ushqimin, jo të heqim dorë, por të zgjedhim me vetëdije. Bazat e ushqyerjes së shëndetshme. Konsumo më shumë fruta dhe perime çdo ditë. Përdor drithëra të plota në vend të atyre të rafinuara. Pi mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Kufizo sheqernat dhe yndyrnat e përpunuara. Mos anashkalo vaktet, veçanërisht mëngjesin. Zgjidh proteina të shëndetshme. Peshk, vezë, bishtajore, ara. Këshilla praktike për përditshmërinë. Planifiko paraprakisht vaktet tuaja. Mbaj ushqime të shëndetshme pranë, në vendin e punës apo në shtëpi. Lexo etiketat ushqimore. Ushqehu me ndërgjegje, ngadalë dhe me shijim. Mos e ndëshko veten për gabime, çdo ditë është një mundësi e re. Të ushqyerit shëndetshëm nuk është një destinacion, por një udhëtim. Fillon me hapa të vegjël, por me ndikim të madh. Kujdesu për trupin tënd, është i vetmi vend ku ke për të jetuar gjithë jetën.